që qëllimi i tyre i përbashkët ka qenë kontrolli dhe pushteti dhe jo çlirimi dhe pavarësia, dhe si pasojë çlirimi dhe pavarësia ka ardhur, se qëllimi i tyre asnjëherë s'ka qenë. Dhe këtë tezë ajo po bie, sepse s'kan fakte, s'kan prova. Po. Natyrisht, përveç nesh, përveç qytetarëve të Kosovës në përgjithësi, këtë gjykim të madh me shumë emocione po e përcjellin tani më nga afër edhe familjarët e katërshës së UÇK-s. Kemi pasur një deklaratë bashkëshorte së Recep Selimit, të cilën besoj regjia do ta kemi gati për ta dëgjuar, ku mes tjerësh ajo është shprehur se beson dhe është fuqishma që ata do të lirohen dhe se të gjitha akuzat do të bien dhe beson në pafajësinë e secilit prej tyre. Jemi gati besoj për ta dëgjuar, e ndjekim bashkë në Kosova Live. Kemi komunikuar dhe nuk është pritur gjë më e mirë për kësaj gjykate, përveç se ajo shumë që ata pretendojnë se duhet të dënohet, mirë po atë numër të dënimit nuk do ta pranoj gjykata dhe nuk e besoj që do të jetë ajo shifër e dënimit, sepse unë pres që ata të lirohen. Është një proces shumë i rëndësishëm që është ndodhur jo vetëm për katërshën e UÇK-s, por për gjithë Kosovën. Dihet që lufta jonë çlirimtare ka qenë e drejtë në të drejtën e popullit dhe për këtë arsye jemi sot gjithë bashkë këtu që t'i dalim në mbështetje katërshës udhëheqësit të UÇK-s. Ne shpresojmë që ky verdikt jo sot, por në të ardhmen i gjykatësve, trupit gjykues, të jetë në të drejtën e tyre, në të drejtën tonë. Kjo gjykatë ka qenë e padrejtë që prej fillimit, e padrejtë që është themelu, e padrejtë që është votu në Kosovë, dhe padrejtësisht po e gjykon Kosovën dhe luftën tonë. Ne si ushtar qëndrojmë ballë hapur sepse kemi bërë luftë çlirimtare dhe për këtë jam shumë e bindur se edhe gjykatësit do ta shohin këtë të drejtë. Kemi parë pamja, por edhe kemi dëgjuar deklarimin e bashkëshortes së Recep Selimit. Dhe unë, Sopi dhe Elena, dua pak të qëndrojmë tek familjarët e ish-krerëve të UÇK-s, sepse kemi parë një qëndrim stoik. Sado që e kanë përballuar me shumë emocione, kanë qenë shumë të kujdesshëm në deklaratat e tyre. Gjithsesi, në momentin kur kanë qenë para mediave, e kanë shprehur këtë që besojnë shumë në lirimin e tyre, por shumë të kujdesshëm kanë qenë në gjithë këto vite sa i përket procesit. Sopi. Po ata dhe pse po përballen me një padrejtësi të madhe, ku prindrit e tyre, bashkëshortet e tyre, domthonë familjarët e tyre, po përballen me një sfidë të pamerituar, ata kanë qëndruar stoik dhe i përgëzoj të gjithë për qëndrimin e tyre dhe për përmbajtjen e tyre në deklarata, sepse ata i besojnë luftës tonë të drejtë, ata ju besojnë familjarëve të tyre dhe i besojnë kauzës sonë e cila ka qenë luftë për liri dhe në asnjë rrethon kur nuk është menduar dhe nuk është punuar në drejtim të asaj që quhet nga ajo prokurori ndërmarrje e përbashkët kriminale, e cila është për neve fyrje ndaj luftës tonë, është fyrje ndaj të gjithë atyre dëshmorëve që kanë dhënë jetën për liri, është fyrje ndaj bashkisë ndërkombëtare e cila mbështeti kauzën tonë, është fyrje ndaj NATO-s e cila në një moment të caktuar e pa të arsyeshme që të rreshtohet krah nesh dhe të bombardojë caqet serbe në mënyrë që të ndalet një gjenocid dhe një krim masovik që po bënte aparati shtetëror serb. Prandaj i përgëzoj të gjithë ata familjarët, po ashtu i përgëzoj edhe bashkëluftarët tonë që po përmbahen, sepse me të vërtet për neve është e papranueshme dhe durimit tonë i ka ardhur fundi kur dëgjojmë gjithë ato deklarata, gjithë ato gënjeshtra, insinuata se ne nuk pas kemi luftuar për liri, por pas kemi luftuar për pushtet dhe pas kemi qenë në një luftë civile e jo në një luftë çlirimtare. Elena, madje ditë më parë ne patëm rastin që ta shohim në lot nënën e Thaqit, e cila mes tjerash tha që uroj shumë edhe shpreson shumë që Thaqi me shokët e tij të kthehen shumë shpejt. Dua një qëndrim tëndim për familjarët e katërshës UÇK-s, se si ke parë në gjithë këto vite duke u përballur me këtë proces.
Po, së pari, Barreran është për nanën e zotit ish presidentit, sepse që nga rinia e tina, këta nuk e kanë ditur se si do të përfundoj me fatin e ti, shambull si nga aspekti prindror po flas, nan. Kështu që zotit Kadri Veselit i kanë vdekur 2 prind dhe ka shkuar pa u hetuar kjo gjë. Kështu që këta, tash kur i analizojnë këto figura, Hashimin, Kadrin, Jakupin, Regjepin, sidomos Hashim Thaqin dhe Kadri Veselin, nuk po dua t'i veçoj, por për nga mosha po dua t'i veçoj, dhe Regjep Selimin është barre madhe me marrë për së pari me çliru shtetin, së pari pastaj me arrit me marrë mbështetje prej Amerikës, pastaj me shpall të panvarur vendin, me demokratizu vendin, me marrë njohje, kështu që barre madhe, hise e madhe për disa persona vetëm që ta kenë. Në aspektin, zonja Selimi ka qenë edhe është deputete dhe me qenë se ajo e cilëson se kjo gjykatë është e padrejt dhe gjykimi është i padrejt, do të ishte e radhës t'ju bënte një pyetje se çfarë nisme ka pasur ajo gjatë kohës që ka qenë deputete, që ta parandaloj këtë padrejtësi dhe t'i paraprihet kësaj padrejtësie. Sepse është e lehtë tash të flasim ne 5 minuta në 12. Është e lehtë të dhash mbështetje 5 minuta në 12. Kur 5 vjet ne kemi pasur pasqyrën përpara dhe nëse ti si politikan nuk e ke pasur larg pamësin, ta shesh se ku po shkon kjo gjykatë dhe ku do të mbri, atëherë kjo është naiv minor, as naivitet fëminor nuk është më, sepse ti si politikane ose si politikan duhesh mi pa gjanat ende pa ndodhur. Dhe kjo mua më befason pak a shumë se si disa që janë në politik të angazhuar, i kanë në dispozicion mjetet, resurset, mekanizmat, sot dalin dhe e quajnë të padrejtë, si kur e zbuluan që kjo padrejtësi ndodhi në momentin kur Haga, prokurori kërkon të 45 vjetë, si kur sasia e viteve ishte diçka maramense. Çka po thoni ju, se 2 vite do t'ishte e pranueshme atëherë, nëse prokuroria do të kërkon të vetëm 2 vjet ose 3 dit, atëherë për ne do t'ishte e pranueshme, sepse këtë mesazh po e dërgojnë. Po çka ka mund të bëj zonja Selimi më shumë si një ish deputete në këtë rast? Po një nisë në kam ujë, qëtë rezolutën që e bëri shambull, si çështje simbolike, jo që ka pesh kjo rezolutë ndonjë shka, pse se ka bë kjo rezolutën shambull me që qenë ka e pa drejt, me që po e din që lufta po gjykohet, me që UÇK-ja po gjykohet, pse pra atëherë 4 vjetë s'ka bë asgjë, si kjo si PDK-ja, 4 vjetë kanë fjetë, me qenë se pra PDK-ja në mrapa sken është angazhuar që edhe fondet ju të kërkojnë përmes njerëzve, sepse çka ka bo shteti jonë, çka ka bo partia e cila zonja Selimi i takon që ishin në pushtet dhe janë në pushtet, i ka kufizu fondet. Dhe tash me dalë në ora 5 minuta në 12, edhe me thonë, me shku ish krye parlamentari dhe me thonë, që tash unë e zbulova se UÇK-ja po gjykohet, po ku je kon ti deri tash? Ku je kon? Se ti je kon pushtet. Se ne përgjithësi, ne i drejtojmë qeverisë, cila kushdo që ka qenë në pushtet dhe nuk ka vepru, është pak a shumë si një farë turpi ose me shfaqsu veten ose me amnistu veten tash dhe po dalun në mbrojtje. Kur gjë vizita e Glauko Njufcës nuk kontribon në dënimin e tyre apo në shpalljen pa fajtor tyre. Asgjë nuk kontribon, përveç se për konsum të brendshëm poena politik. Po te Njufca, Elena do të shkojmë pas pak, po dua edhe një opinion të Sopit në këtë linjë që e ngriti Elena. Ka mundur të bëjë diçka më shumë, mbas edhe kjo rezoluta për cilën foli Elena, pra zonja Selimi. Po të më të drejtën, ne si organizatë veteranëve në munges të angazhimit shtetëror, në munges të veprimit të Parlamentit Kosovës si themeluese asaj gjykate, e cila ka themeluar gjykatë dhe nuk i ka lënë asnjë fije lidhje me Parlamentin e Kosovës,
qoftë edhe për një raportim të her pas hershëm të punës së saj, ne si organizatë e veteranëve jemi angazhu në çdo drejtim, jemi mundu të bëjmë pa mundërën në mundësitë tona dhe duke luajtur rolin edhe të diplomatëve. Ne kemi pas kontakte me të gjitha përfaqësitë diplomatike në Kosovë të vendeve mike, të cilët na kanë pritur në mënyrën më të mirë dhe kanë pranuar shqetësimin tonë që të ndikojnë të shtetet përkatëse që të japin një kontribut sadopak në monitorimin e kësaj gjykate, sepse ne jemi të e pa që ajo ka deviju rrugën e saj për të cilën është formuar. Pra po thoni që dhe ju kaq keni mundur të bëni, sepse ka pasur kritika dhe ndaj OVL-s. Jo që kritika mund të kenë sa dush, por ne kemi bërë mjaft, se kemi bërë këtë që them, kemi shpërndarë dokumentacione dhe mund kërkesën tonë për të njëjtën gjë dhe të rishqyrtohet deputetëve të Parlamentit Evropian, ju kemi qenë letër ndorja u kemi dhënë. Mandej kemi organizu demonstratat me tregue pa dëmon se populli ynë nuk e pranon një gjykate cila njanshëm e dënon ushtrinë qytetarëve të Kosovës dhe luftën tonë. Mandej kemi kundërshtu në forma të ndryshme edhe deklaratat propagandistike që është munduar kryetaria e gjykatës që t'i bëjnë në Kosovë, në vend që t'i jap ndonjë raport, ose t'i raportojë se t'i jap informacione formuesit domthonjë Parlamentit të Kosovës, atij që ka formuar gjykatë, ajo vinte këtu dhe tentonte të bënte propagandë me media, me gazetar. Po, dhe ishte ai momenti i protestave dhe gazet e kështu me radhë. Elena, po të pyes edhe ty edhe më pas do të kalojmë tek Glauka Njuca. Veteranët në përgjithësi UÇK si e ke pati në këtë periudhë, në këtë betejën përballë speciales? Po, veteranët kanë qenë konsistent, kanë qenë kundra kësaj gjykate speciale në formimin e saj dhe ose në nismen e saj. Veteranët kanë qenë mbrana në kuvend duke protestuar që mos e votoni. Kështu që këta qysh në fillim kanë pas larg pamësinë se ku do të na dërgoj kjo gjykatë speciale. Kanë bë protesta, kanë bë lobim, kanë shku kanë takuar ambasador, kanë shku kanë takuar deputet, me ato financa të kufizuar se ata s'kanë resurse. Kjo është një organizatë jo qeveritare. Nuk është sikur shteti që i ka 117 ambasada në përbot me financa shtetërore, me mekanizma shtetëror që ti mundesh me angazhu organizatë lobuse, PR-i, mundesh me angazhu me artikull të shkruhen në për New York Times, Guardian, e krejt këto gjona banë me bare, nuk banë përmes duke me thonë se e drejta triumfon. Jo, për të drejtën do të me fol, për të drejtën do të me investu, e kjo është shteti që e banë. Ata i kanë braktisun, vazhdoj të them, ata kanë qenë të braktisun, dhe nëse